Mirë se po takohemi të dashur me shtë emisionit Familja Jonë, mirë se ju gjejnë në shtëpitë tuaja, si çdo herë të dieleve në ora 16. Të dielën emisionin Familja Jonë e nisi me Dr. Besnik Ismaili, specialist i mjekësisë së brendshme dhe gastroenterolog, me të cilin flasim për sëmundjet kronike inflamatore. Pemet një du t'i hajmë, nuk du t'i pipë. Apo? Një prej arsyeve, edhe shumë gjithë, do të këto do të kemë shumë kujdes për ushqimin, do të ushqimit moderne kanë një rëndësi shumë të madhe. Në pjesën e dytë sjellim rrëfimin prekës të një të riu, ish abuzues i substancave narkotike, i cili aktualisht po trajtohet në Spitalin e Varësive Rezonanca 3. Ka ndodhur mas 15 ore, ku një beba të kojt që s'kan ekzistu. Kum po njerëz, kum po kërë që s'ka ekzistu, kum po hije. Në blokun e tretë së bashku me profesor Dr. Venera Berisha Muharremi, flasim për fotobiomodulimin apo trajtimin me lazer të tiroidit autoimun Hashimoto. Niveli i prodhimit të hormoneve tiroidës që janë të domosdoshme për funksionim normal të organizmit, do të fillon me naro. Në rubrikën e kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Ilazi na sjell recetën virale të biskotave me kos grek, por në një version të shëndetshëm. Dikon 10 hurme, i kemi lënë me qumsht në nxehtë, për shkak muzbut, edhe normal edhe na vjen një sasi e qumshtit për këto. Për këto dhe shumë materiale të tjera takohemi të dielën në orat 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.